Jemi në transmetimin tonë të drejt për drejt, vazhdoni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan News, ndërsa në këtë momente do të ndalemi tek zhvillimet që kanë të bëjnë me atë që ndodhi sot në Bruksel, ku pati një takim të ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, 6 vende me ministrat e jashtëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa duket se është vlerësuar vendosmëria e Shqipërisë dhe gjithashtu edhe e Malit të Zi, pra Podgoricës zyrtare në negociata, ndërsa për këto dy vende do të ketë një disbursim prej 200 milion euro si pasojë e atij plani të rritjes që nën udhëheqjen e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u akordua për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor për t'i ndihmuar që të rriten edhe më tej në rrugën drejt Evropës, pavarësisht se fatkeqësisht Kosova nuk do të përfitojë as një cent nga 800 milion euro të akorduara për të, për shkak se marrëveshja u miratua me parlamentin e vjetër, por lekët ose para duhet kalonin në maj ose në qershor, kohë kur atje nuk ka një parlament funksional për shkak të krizës politike. Sa gjasa kemi për të integruar në Bashkimin Evropian? Si është rendi dhe siguria në vendet e Ballkanit Perëndimor në raport me Evropën? Këto tema na ndihmon t'i shohim në vazhdim zoti Jorgji Kote, diplomat i shquar i cili na bashkohet drejt për së drejti nga Brukseli. Zoti Kote, mirëmbrëma, është gjithmonë kënaqësi të ndajmë së bashku hapësirën televizive. Mirëmbrëma i nderuar, dhe është privilegj për mua të jem pjesë e panelit tuaj të lartë, elitar dhe gjithëpërfshirës. Faleminderit zoti Kote. Atëherë, fillimisht e fillojmë me atë që ndodhi ditën e sotme. Sa të rëndësishme janë këto takime që bëhen midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Bashkimit Evropian në nivel të ministrave të jashtëm, se duket se gjitha është pjesë honorifike, fjalë të bukura, po në fund, çfarë përfitojnë qytetarët? Këtë duam të kuptojmë nga takimet e tilla. Po, ajo e fundit të thatë ju është e drejt, por kjo nuk bëhet me herë, fakt natyrisht është një proces, dhe në këtë kuptim takimet e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian janë shumë të rëndësishme, sepse ato përgatisin një edhe takimet e presidentëve dhe të kryeministrave të vendeve të Bashkimit Evropian, pra aty në ministrat e jashtëm përgatisin dhe i vënë vulën, si thuash, vendimeve, propozimeve që vinë nga ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe së dyti ka rëndësi sepse janë në proces të gjithë përpjekjeve që Bashkimi Evropian po bën, me gjithë të metat dhe mangësitë e tij, por ja lufton për të afruar sa më shumë vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që ato sa më shpejt të bëhen anëtare të plota të Bashkimit Evropian, dhe natyrisht pastaj kjo nëpërmjet edhe shtimit të ndihmave ekonomike, të mbështetjes financiare dhe në rastin konkret, siç e përmendet ju me drejt në rubrikën tuaj cilësore për forcimin e masave mbrojtëse dhe të sigurisë në kushtet e sulmeve hibride nga ana e Rusisë. E qartë. Fakti se ku ndodhet aktualisht Ballkani Perëndimor, duke marrë parasysh Shqipërinë, Tiranën zyrtare dhe gjithashtu Podgoricën, vërtet jemi kaq afër Bashkimit Evropian, apo është situata gjeopolitike e cila na dikton që vendet e cilat që shërbejnë si një bazë strategjike pra për Bashkimin Evropian në Ballkan, siç janë Shqipëria apo gjithashtu Mali i Zi, të cilat duket se kanë një qasje pro-evropiane, detyrohen që të na afrojnë, s'po them pa e merituar, por në një farë mënyrë ta shkelin një sy në rrugën tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Shiko, duhet me qenë objektiv, unë kam këto avantazhe, kam qenë 10 vjet diplomat këtu në Bruksel dhe në Berlin, veçmisht jashtme, dhe vazhdoj të jem në Bruksel, kam kontakte me që realisht nuk kam asnjë konflikt interesi, nuk kam bëj me partit, i kam shërbyer kësaj qeverie që është tani më shumë, po dhe qeverisë më pashme. Shiko, është vetë aspirata e popullit e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë në radhë për integruar në BE. Kemi parasysh qëllë dhjetor të 1990-s, kërkesat tona të vazhdueshme, kërkesën tona për anëtarësim plot që në vitin 2009, 2014 morën statusin e datat, pra është dëshira, është aspirata e popullit shqiptar e Shqipërisë më e madhe se çdo vendi tjetër në rajon dhe në Evropë për të integruar në BE. Dhe kjo mbetet në fuqi dhe nuk ka top që ta luaj. Natyrisht e dyta, merr shumë rëndësi gjeopolitika për shkak të ngjarjeve që tashmë ne i kemi diskutuar dhe diem për agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, gjendjes në lindjen e mesme, po edhe kërcënimeve të tjera të ndryshme që vinë mbi vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe për shkak të historisë të tyre dhe të dobësive të tyre. Pra, gjeopolitika sot është një faktor shtues, është një faktor ndihmës, por jo faktor përcaktues. Faktor përcaktues jemi vetë ne. Janë qeveritë tona, shoqëritë tona civile, opozitat, mediat, me meritat dhe me reformat e tyre. Pra kemi një kombinim të të dyjave, gjeopolitikës me meritat dhe reformat, ku përparësi absolute, dhe kjo u tha dhe sot në takimin e ministrit të jashtëm, marrin meritat dhe reformat individuale të secilit vend.
E qartë. Ndërkohë duat të flas pak për mënyrën se si Shqipëria po shkon drejt Bashkimit Evropian, ku është deklaruar se deri në fund të vitit 2027 do të mbyllen negociatat nga ana teknike dhe më pas është pjesa politike që gjithsesi është pjesa më e vështirë sepse duhet të binden parlamentet e 27 vendeve të Bashkimit Evropian sa që janë aktualisht, nëse deri atëherë nuk është shtuar zyrtarisht edhe Mali i Zi. Nëse deri në fund të vitit 2027 do të mbyllen negociatat siç premton dhe siç ka ambicje qeveria, duhet që tani kur jemi gati në gjysmë të 2026 të kishte nisur të paktën mbyllja e një kapitulli, zoti Kote? Po, kjo do të ishte shumë e dëshirueshme dhe me qenë realist dhe me pëlqen stili juaj i drejt për drejt, krahas analizave shumë të thella që bëni dhe komplimente vërtet, por është e vërtet dhe thashe në televizionin tuaj gjërat thuhen açik dhe le ta themi açik që e mira do të ishte, dëshira do të ishte e gjithë shqiptarëve që në muajin mars, sipas planifikimit madje, të ishte bërë mbyllja e grup kapitullit pra të 23-24 është thëmbra e Akilit ose artilleria e rënd për Bashkimin Evropian, sepse është lufta kundër krimit, korrupsionit, drejtësia, shtetit së drejtës e tjera. Pra kjo nuk u arrit për shkak të disa, nuk ka një unitet absolut ndërmjet gjithë vendeve të BE-s, pra janë disa vende, kanë qenë 7-8, nuk e di tani, besoj duhet të jenë reduktuar, të cilat kanë paqartësira, kanë pyetje, kanë dyshime, kanë hamendësime dhe ja kanë bërë Komisionit Evropian, i cili ka paraqitur një raport pozitiv me rastin e Ibarit. Pra Ibari, që është kryefjala e ditës sot, do thotë është raporti i vlerësimit të përkohshëm ose të piketave të ndërmjetme të vendit të Shqipërisë. Prandaj vjen fjala Ibar, pra interim assessment benchmark report që është ajo. Kjo nuk është miratuar ende në nivelin e COELA quhet ajo. COELA është grupi i punës i zgjerimit të BE-s dhe i vendeve që aspirojnë për të futur në BE, ku është dhe Shqipëria. Çfarë është kjo COELA? Janë këshilltar diplomatik të gjithë vendeve anëtare. Mblidhen aty 3 herë në javë dhe diskutojnë mbi raportin e Komisionit Evropian. Bëjnë pyetje, diskutime, është një proces i natyrshëm në fakt që ndodh, puna është që kjo po zgjatet pak sepse ende ata nuk ja kanë bërë propozimin Koreperit. Koreperi është janë të 27 ambasadorët e vendeve të anëtare të BE-s, që komiteti i përhershëm i përfaqësimit diplomatik të BE-s në Bruksel. Po java natyre do thotë që ne do e kalojmë, pra do e miratojmë Ibarin, e miratojmë pasaj ministrat e jashtëm, nuk është problem. Shpresojmë shumë dhe unë dua shumë, me që thash kam tërë jetën time, kam punu për dhe gjithë shqiptarët, që kjo të realizohet në qershor. Edhe leturojmë, sepse në rast se nuk bëhet në qershor, me thënë të drejtën atëre, kjo do t'jetë çik serioze, po unë kam besim të plot, dhe ministri i jashtëm zoti Hoxha që ka qenë ambasador i parë këtu dhe unë kam pas fatin të bashkëpunoj me atë nga 98 deri në 2001 këtu në Bruksel, është mobilizuar totalisht Ministrinë e Jashtme, kuvendi i përfaqësit tu dhe le të mos jemi profet keqës, le të besojmë se atë që nuk u bë në mars, jo se ishte në detyrim, të kuptohemi, po ishte e mira, sepse janë 6 grup kapituj. Do të thotë që ne në çdo 4 mujor apo 3 mujor duhet të mbyllim nga një grup kapitull. Mi po kjo i parit, në rast se nuk mbyllet në qershor, ne nuk mund bëjmë dot asnjë mbyllje kapitull tjetër. Në rast se kjo mbyllet, atëherë ne mund të ecim edhe në 2-3 kapitull një herësh, pra mund ta përfitojmë kohën e humbur, pra le të jemi me besim të plot dhe qeveria natyrisht të jetë e përgjegjshme, të jetë më transparente me publikun, le të thotë gjërat siç janë, nuk ka asnjë problem. Këto janë procese natyrshme. Ka debate, ka diskutime, ka dyshime, sepse le ta theksoj këtë nderuar moderator, ne na herë gabojmë, kujtojmë se do futemi Komisionin Evropian. Jo, ne do futemi në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian është në Bruksel. Ai propozon, por vendimin në fundit e marrin të 27 vendet e BE-s që ka Këshilli apo Bashkimi Evropian. Zoti Kote, si ndikon marrëdhënia me fqinjet në raste të tilla për vende që janë në prag të zgjerimit, se ne kuptojmë që pjesa më e madhe e tyre kanë patur pasoja. Maqedonia e Veriut ndryshoi emrin nga Maqedonia do bë Maqedonia e Veriut në kuadër proceseve integruese për Greqinë dhe prap nuk i mjaftoi për shkak se e mban peng tani më Bullgaria, e cila thotë se dëshiron që bullgarët, pavarësisht se në mos gaboj me një census që u bë para disa vitesh, janë me 0.0 diçka % pjesë e popullsisë, por ata duan që edhe gjuha bullgare më pas të jetë
pjesë e kushtetutës dhe të kenë edhe ata të drejtat e veta. Në këtë kontekst që vendet e tjera kanë patur me fqinjet, sa rrezikohemi ne nga Greqia duke marrë parasysh dy momente. Fillimisht, në dhjetor të vitit 2023 për shkak të çështjes Beleri ne nuk na u hapën negociatat, por u hapën më 15 tetor 2024 sepse në atë kohë Athina zyrtare kishte vënë veten për shkak se Fredi Beleri ishte i arrestuar dhe nga ana tjetër është çështja e detit. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme ka deklaruar që deri në fund të këtij viti çështja do të shkojë në Hag. Po u jap tani më të gjithë kohën për përgjigjen me gjithë parantezën. Sa ndikon diçka e tillë dhe sa gjasa ka të fitojë Shqipëria nëse çështja e detit shkon në Hag? Ju e me këtë koment brillant si gjithmonë në fakt e dhatë përgjigjen në parim dhe unë nuk mund t'ju kundërshtoj, pra do thoj që po, ka shumë rëndësi, por në radhë parë jo vetëm me vende fqinje, po me të 27 vendet anëtare, edhe me Luksemburgun e vogël. Unë kam bërë shkrim për atë ditës, sepse në Luksemburgu çuditërisht, inshallah ka ndru mendje, ka qenë kundër nesh, që nuk ka bërë vaki asnjë në Luksemburgu. Pra ne me të gjithë vendet anëtare do ta kemi mirë. Kemi të kujdesshëm në deklarata. Për shembull Bullgaria është kundër nesh. Le të themi që nuk po miraton edhe ajo të Ibarin e famshëm. Dhe këtu kam parasysh një deklaratë të kryeministit tonë para 2-3 viteve në një forum rajonal, ku ai pas një arsye, domethënë, provokoi si më thën presidenti rumun, që sot është kryeminist, bullgar, që sot është kryeminist, duke thënë që pse e bllokoni Maqedoninë. Po tani çfarë duhet ne me atë? Pse duhet? Pra, duhet kujdes me të gjitha vendet anëtare, aq më tepër me vende fqinj dhe aq më tepër me Greqinë për atë histori të trisht që ju e treguat. Zoti Kote, duhet të ndërpres vetëm pak, ju lutem. Para kjo e detit diskutohet. A është apo nuk është? Me sa di unë, është në atë kornizën e negociatave që ne kemi miratuar Haga, se pash një të dhënë nga Ministria e Jashtme thonë jo, nuk hyn kjo, hyn që shkeme të, sepse ne kemi miratuar vetë. Është deklaruar nga qeveria pakte, nëse nuk kanë nuk e di, pra është në atë kornizën e negociatave. Pra ne jemi të detyruar ta përfundojmë çështën e detit. Po edhe nëse nuk është kështu, e gjen sebeb Greqia, diplomacia greke ju e thatë shumë bukur të jetë, është shumë e mençur në këtë drejtim, prandaj kujdesi duhet shumë i madh, pra jo vetëm me Komisionin Evropian, madje unë do thoya ta spostojmë vëmendjen, mos ta fetishizojmë. E kemi idealizuar shumë Komisionin Evropian. Ai vërtet ka rëndësi, bën propozimin, po aq. Vendimtare janë vendet, Greqia, para që është fqinje. Edhe lëvizjet e fundit që ka bërë diplomacia jonë, kryeministri, ministri i jashtëm tëra, më duket se janë në rrugë të mbarë, pra për të akomoduar që të mos kemi pengesa aq më tepër që Greqia vitin e ardhshëm merr presidencën e Bashkimit Evropian, pjesën e dytë të 2027-s. Pra ajo do ta ketë në dorë dhe fundin e reditës të përfundimit të negociatave me ne. Pra do e mos dhe këtu duhet përqendrohet të gjitha goditjet e diplomacisë tonë, të kuvendit, qeverisë, të opozitës, shoqërisë civile, të medias, për një frym mirë kuptuese, miqësore me Greqinë, për të zgjidhur problemet me demarche, me dialog, jo me deklarata populiste kështu. Pra ta kemi sa më mirë me të gjitha vendet anëtare, se qoftë një të dali, pavarësisht nga përpjekjet po bëhen, na bllokon. Pse kemi kundër Luksemburgun, Zoti Kote, se kjo më bëri përshtypje dhe kjo është gjëja e mirë më pas kur lidhemi me diplomatë që kanë një kohë të gjatë që jetojnë në Bruksel, se ndoshta na japin edhe informacione që këtu në Shqipëri janë të padëgjuar ose janë të reja. Luksemburgu dhe gjithashtu edhe Bullgaria, për cilën po thoni nuk e ka miratuar raportin i bar. Pse nuk janë pronesh në rrugën integruese? Shiko, jo se janë kundër ne, që kemi të saktë, pra ato nuk e kanë, janë dy nga vendet që nuk ka dhënë okejn për ta miratuar i barin në këtë koele, në këtë grupin e nivelit teknik. Po ta miratojnë këta, do ja kalojnë ambasadorëve, Koreperi quhet. Koreperi është komiteti i përhershëm i ambasadorëve të BE-s. Ai vendos praktikisht. Po e vendosi Koreperi, këta ministrat e jashtëm që mbrodhën sot, këta vetëm i kanë materialin gati nga Koreperi, natyrisht në bazë të udhëzimeve që ato japin, kuptohet. Pra, dhe këtu unë habita që ishte edhe Luksemburgu si vend i vogël ka një politikë gjithmonë që mbështet vendet e vogla. Sidomos me Shqipërinë ka qenë shumë pozitiv, me Kosovën, me pavarësinë, me ne, me gjitha. Herë e parë që ai s'kundër pse. Unë kam qenë në konsultime diplomatike në Luksemburg për 10 vite dhe ata na e kanë thënë edhe por shiko, ne ju duam mbështesim, kemi rezervat tona, nuk i bëjmë publike, por ju duhet t'i zbatoni këtë gjëra. Me sa duket edhe atyre u ka hadhur pak më hundës, sidomos nga çështja e mos ndeshkushmërisë së zyrtarëve tanë të lartë që mbetet thëmbra e akitit për ne. Ajo do të jetë vendimtare. Po u kalua jo, të tjerat na e fal Evropa, edhe për shkak geopolitike. Si me Lazaratin, ju kujtohet, mos e keni qenë shumë i natë në 2014, ne prej Lazaratit fiton status si kandidat. Kishim shumë probleme tjera. U lan, edhe tani, mund na e falin të gjithë kursulet e tjera.
sepse një gjë ka dhe sot të theksu, shtetin ligjor, demokracinë, luftën korrupsionit, krimit dhe ndëshkushmërinë e zyrtarëve të lartë, këtu Evropa nuk do na fali pavarësisht sa rëndësishme është geopolitika. Pra, kjo mbetet dhe me sa duket Luksemburgu i ka këto jo kundërshtime, po rezerva, hezitime dhe unë besoj, tani nuk e kam të dënë më të fundit, se s'jam marrë me Luksemburg, se ka qenë periudhë ngarkuar, dita e Evropës, si festuam në Brysh dje par dje, por me siguria i do të na japi vistën Luksemburgu. Por shqetësimi është që si ka mundësi që Luksemburgu i vogël të jetë kundër një vendi si ne. Kurse Bullgaria po. Dhe këtu është rasti ta kujtoj vërtet para 3 vjetë ndodhi një forum ku bloku Maqedonia e Veriut, siç e thatë ju, kryeministri Rama atje dhe unë nuk e kuptova, s'kishte fare në këtu që në Maltëzi ai forumi në Brion, nuk e mbaj mend mirë tani, po që i tha aty duke ne në mënyrë formale natyrisht, po pse bllokoni juve atë dëmër? Dhe ai tha që ne kemi tonën. Tani nuk është ajo të merinata, nuk të thon kështu, por diplomaci, gjërat shënohen i dashur. Çdo deklaracion dhe kur vjen puna që të bllokoj, ai thot po prit, thot ky na ka thënë atë pa hati tu, se Bullgaria në fakt ishte shumë pozitive ndaj nesh deri para 2 vjetëve. Tani këto muajt e fundit dhe këtë radhë ata kanë interesat të tyre, nuk do të thotë se i kemi ne vetëm të metat. Këtu se cili vend me këtë rast, rrofë se bepi dhe shfryzoi rastin për të fituar më shumë. Ne ja dham njëra atëre për pakicat bullgare, ja bëm qefi Bullgarisë dhe Bullgaria e hoqi kundërshtimin. Edhe atëre nuk ka qenë plotësisht dakord Bullgaria. Tani me sa duket duan një kafshat më të madhe edhe ata dhe i gjeni se bepin. Ata nuk e thonë, këtë i them unë, kuptohet, por fakti është që edhe ata kanë pas rezerva. Është Gjermania pastaj, natyrisht, shumë serioze, por tham, le të besojmë dhe unë besoj që diplomacia jonë, kuvendi, institucionet tona edhe opozita, pavarësisht nga qëndrimet radikale që mbanë etj, do të ndihmojnë që ne në qershor ta mbyllim këtë thëmrën e Akilit të negociatave tona dhe artillerinë e rënd të BE-s, që është neni 23, kapitulli 23 dhe 24. Drejtësia, lufta kundër korrupsionit, kundër krimit, shteti ligjor. Të tjerat pastaj do të ecin sepse ne kemi arritje, fushë probleme publike, në fusha tjera të infrastrukturës, kemi shumë arritje që është e vërteta. Problemi janë këto fusha, pikërisht kjo thëmra jonë e Akilit. E qartë, zoti Kote, pavarësisht faktit se ka një kontekst politik dhe kuptohet për shkak të asaj që ndodhin pas zgjedhjeve të 14 maj 2023, por para disa ditësh në Parlamentin Evropian, eurodeputeti si përfaqësues i Greqisë Fredi Beleri ka deklaruar se Shqipëria nuk e meriton të antarësohet në Bashkimin Evropian pa patur më parë një qeveri teknike e cila do të garantojë sipas tij zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Pra, pavarësisht kontekstit që e njohim ne këtu që është politik, por një eurodeputet grek që të bën një deklaratë të tillë, si ndikon tek rruga jonë drejt Bashkimit Evropian? Jo, dhe ta them me sinqeritet se unë e njoh Parlamentin Evropian e kam mbuluar direkt bile, edhe njoh me dhe mball, nuk ka asnjë lloj ndikimi, aq më tepër nga ana e zotit Beleri, për arsye dhe të sfondit historik që tashmë dihet. Shiko, Parlamenti Evropian ka 800 deputet tani, 785 eurodeputet, dhe secili ka të drejtë të flasë si të dojë, edhe deputet tanë, nuk marrë përgjegjësi. Por ai është vetëm një deputet dhe nuk ka asnjë grup mbështetës, mund të ketë 3, 4, 5, pra nuk ka asnjë rol as në komitetin e stabilizimit. Parlamenti Evropian dhe Shqipëria ku ai është, po edhe në komitetet tjera nuk ka një grup që ta mbështesi, pra është i mendimit i tij, natyrisht e mirë nuk ndikon, por aty domethënë është komiteti që vendos, janë strukturat e tjera, janë nivelet e larta dhe Parlamenti Evropian është në fund, kryesori janë vendet anëtare. Po bën vendet anëtare, Parlamenti Evropian përfaqëson pikërisht elektoratet e vendeve anëtare. Kështu që madomendja ne nuk duhet shqetësohemi për këtë, nuk duhet i marrim seriozisht deklarata e natyre, natyrisht duhet t'i analizojmë se është eurodeputet, kupton, që aty ku ka një drejt që çfarë mund bëj masa, por nuk duhet shqetësohemi sepse jemi velur me deklarata jo 1, por edhe 10, edhe 50 eurodeputet. Unë kam qenë atëherë dirë namin e politika jonë. E ka thënë eurodeputeti Finland bashkohet Kosova me Shqipërinë, ka pasur para 20 vjetëve këto. Jo zotri, kjo është drejt atyre, kështu që asnjë lloj shqetësimi. Shqetësimet janë këto që përmendëm, dhe më fal, po me ju dhe me televizionin tuaj ju flas sinqerisht. Jo, ne e vlerësojmë dhe prandaj u marrim hera herë zoti Kote që të ndajmë së bashku dhe të sqarojmë teleshikuesit përmes këtyre minutave. Faleminderit. Zoti Kote, në qoftë se ne humbim vitin 2030, se duket se integrimi i vendeve në Bashkimin Evropian
Evropian ndodh përmes stacioneve të ndryshme, pra dhe nëse kalohet një stacion, më pas mbetet e vështirë që të kapet ritmi. Sigurisht, integrimi më i madh në historinë e BE-s ndodhi në maj të vitit 2004, ku antarësuan 10 shtete, pra nga 27 që janë aktualisht, u bën 10 dhe u quhet si një arritje mjaft e rëndësishme. Në këtë kuptim, nëse Shqipëria humb 2030-ën, kur është afati tjetër? Ne nuk duam, po siç e thatë ju duhet të jemi realist. Pra, nëse 2030 është një destinacion që ne nuk e kapim dot, vonohet shumë integrimi i vendit tonë në Bashkimin Evropian? Unë do të thoja prapë, domosdoshmë se jam dhe shumë kritik në fakt, por këtu le të jemi pozitiv, përse duhet mendojmë tani që në rast se pyetja jo është e drejtë, është ajo që ka të bëjë me geopolitikën, what comes after. Pra kjo është ideja, po. Po pse të merremi me ta zëm ne, për mua bile janë edhe këto masat, këto propozimit që po bëhen tani për integrim të ndërmjetëm, të përkohshëm, që mos kemi drejt plot, jo drejt vote, mos kemi aty, mos kemi këtu. Këto janë diskutime teorike që po bëhen, po ja u them troçe, kam thënë gjithmonë nuk çojnë gjikundi. Këto janë thjesht për të ngushëlluar njërin e tjetrin, për ne ngjelet kryesore kjo, shteti ligjor, demokracia, reformat tona. Ne të bëjmë këtë gjë, pastaj aty mund të ndodhi shumë gjëra të tjera. Po, zoti Kote, me zotin Jorgji Kote jemi duke folur së bashku në këtë transmetim dhe komunikim të drejt për drejt në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me ecorinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe me integrimin, i cili mbetet krye temë tani më teksa kemi hyrë, jemi në mes të vitit 2026 gati dhe për këtë arsye duket se jemi të gjithë interesuar për të kuptuar se çfarë ndodh deri në fund të vitit 2027. Tani besoj jemi së bashku zoti Kote. Po. Në këtë vijim, nuk kemi vetëm ne, është Bashkimi Evropian që ka probleme dhe prandaj ai po i bën ai këto manovra. Ai duhet bëj reforme brendshme që nuk e kanë nisur akoma. Pra ja u pranuan këto vende 2030, thotë, si do bëhet, megjithatë për ne nuk është shumë problem kjo, sepse mendohet që do jetë vetëm Malizi dhe Shqipëria. Ne të dy jemi vendet pararoj, dhe ne të dy do të pranohemi nëse do të arrijmë dhe besojmë se do të arrijmë në 2030-ën. Dhe kjo nuk do paraqisë një problem për 29 vende. Problemi është me Ukrainën, me Moldavinë dhe me vendet e tjera, po që nuk kanë perspektivë HPH. Megjithatë, përgjigjet pyetjes tuaj se jeni ri të shumë, por them që ajo pastaj ngjelet për tu parë. BE-ja nuk vepron kështu, nuk e bën planin që tani, por do të jetë çik e gjatë. Pra nuk është çështje një viti 2 vjetëve, sepse na humbet momenti, dalin ngjarje të tjera, ke parasysh Bashkimi Evropian është mbytur, dhe edhe kjo që të pranohemi ne antar jo të plot, edhe kjo aty ishte rreziku. Ideja ishte mirë në frym parim, por po u bëm kështu ne që të mos kemi mos jemi antar të plotë, atëherë nuk i dihet se kur do bëhemi antar të plot, se nuk na e pastaj më mirë janë antar aty jo të plot punë e madhe, të redityt. Kështu që ne nuk duhet ta mendojmë fare këtë pas jetës. Ne akoma kemi shumë shanse teorike dhe praktike që ta kapim 2030-ën. Që do thotë që ne edhe 2028-ën, nuk i mbyllim 2027-ën, po të mbyllim 2028-ën, pra rëndësi mos këtë 2030-a, i nderuar moderator, ne të jemi te 2027-a. Të bëjmë 2027-ën, nëse nuk do arrijmë dot 2027-ën, për të cilën do të priti qershori era, edhe shtatori, atëre kjo do ta bëjmë 2028-ën, nuk u bën ai qamet. Nuk është qameti, se tani domethënë ajo vërtet u tha dhe fushate PS-ja mirë bëri 2027, po ka dhe faktor të tjerë që ndikojnë. Kështu që nuk është qetësim për mua kjo. Do të bëjmë 2028-ën, ama po i mbyllëm 2028-ën, po le të pranohemi 2032-shin, se mund të dojë 3-4 vjet ajo ratifikimi nga 27 parlamentet vendimtare, nga Parlamenti Evropian. Pra nuk është çështje një viti 2 vjetë. Për mua këtu unë gjithmonë e kam thënë edhe më parë, që para 25 vite në shkrime. It's not a matter of dates, it's a matter of steps. Nuk është çështje datash. Është si hapash. Pra ne të bëjmë hapat tona, kur të vijë 2030 pastaj, në rast se nuk do arrijmë, që unë nuk e dëshiroj fare, atëherë do të mendojmë diplomacia jonë BE-ja, se si do bëhet. Nuk është e kot që të themi që tani se sa mund të jetë afati. Mund të jetë 1 vit, mund të jetë 10 vjet, mund të jetë 5 vjet. Faleminderit. Nuk duhen bërë afuzime të tilla. Në diplomaci nuk punohet sikur të isha ose sikur mos bëhet kjo gjë. E qartë, faleminderit shumë për minutat dhe për pasionin me cilin na e sqaruat këtë çështje zoti Kote. Falenderit ju dhe përgjime më të mira për moderimin tuaj brigand dhe për stafin tuaj të kushtuar që pashë dhe kur isha aty para një muaj. Faleminderit shumë. Ishim me Jorgji Kotën, e ndajemi, rikthehemi me njëherë pas pak me zhvillime që kanë të bëjnë me ato që është duke ndodhur në lindjen e mesme ku lufta me sa duket vazhdon pavarësisht përpjekjeve për paqe.